Mirëmbrëma shikues të nderuar, sot do të flasim për një detaj që bie në sy, qendrat për masazh. Sa është e vërtet ajo që thuhet për to? E vërtet apo paragjykim? Zotri Azemi, a frekuenton ju këto qendra? Po, shkojna shpesh aty, shkojna sidomos kur më vinë dostat prej Zvicrës. Mas pari thëm drejtën i qajtë doktor Behar Ismaili, i ndresin dhëm t'i pucitin fort, tani shkojna aty në qendrat masazhës. Im shelëm dyrt edhe na masazhojnë aty sipas njetit. Si i bie kjo? Sipas njetit, a? Dikush ka nevojë me masazhu shpinën, dikush komt, dikush qafën, varet qysh. Kanë edhe oferta tilla? Po, qysh jo, kanë, shkojna na aty, shkojna po masi veç shkojna shpesh na, e marrëm edhe buken me veti, hina mrena, e mshelëm derën, i nalim telefonat, edhe nuk dalëm tek të na bjen tensioni. Disa nga këto qendra janë të mbyllura pasi që janë cilësuar si qendra të dyshimta nga shteti. E arren është ajo. Edhe që to qendra na i mbyllin, unë nuk di mo veç me lshu Kosovën. Adin, shkon aty, she komandantat policisë, she drejtorat bankave, she sabraçaja. Sabraqenj. She sabraqenj. Çka nuk she aty? Pse mos më shkuna? A keni takuar ndonjë politikan? A jo politikan jo, se aty ne ju shkojnë në shpe, bile me hasht vetin, nuk bojnë ata kësi gabime, nuk e hajnë fore. Pse 90% të këtyne qendra punojnë femra? Sepse i kanë dur të buta. Për shembull si kjo karrige këto, për një me ku i keni blej këto karriga? Mobilje dekor. Shumë mira, se mbeti gruaja thash ti kallzoj, më falet ti kthej në temës. Domethënë, femrat i kanë dur të buta. E ki parasysh. Për shembull, kur ki nevojë për me bë masazh ose terapi, shkon te këta tajlandezët. Ai ke po ju do të veçel me bar të madh, të kapin thën me nerë, ta prap edhe qesin vend. Po na kem holle tjera. Domethënë na shkojna pak me ik pikalla bllokit, pe zhurmës, mu relaksu pak, mu qetësu edhe çaq. Bestselleret e fundit janë shkruar pikërisht në këto qendra. O, jepi. Absolutisht. Këto qendra më së miri i kuptojnë shkrimtarët. Nëse futeni brenda, në momentin që futeni brenda ju do ta hetoni një aromë, nuk di si ta përshkruaj. Është aromë aromë pornografike. Jo, as pak. Po, ngëm akademi, as njona prej këtyne qikave nuk është profesioniste. Te e din çka është një fizioterapeut. Është dikush që një anatomin e trupit mas miri. Apo kupton qysh? Edhe këto qikat bëllë mirë për njojnë, valla bile sakt, po t'i din pikat e dëpta. Cila pika? Pikat e dëpta, dhe? Qëre, se une e jem ka e di fort mirë ku e ka dënë ti me silë muhabetin, ku e ka dënë me qiti këtë farë mune. Po në kështë ashtu që e ka mënën, shumë gabi me ki. Këto janë vajza cilat punojnë ndershëm. Këto janë vajza cilat me punën e tyne mojnë familje, morrin bursa, thjesht punojnë për bok gojës. Sidomos për të gojës. Po, une nuk njeri që ka hinë këto qendra edhe që nuk ka dali lagë, i knast. Dhe më thonë, kur shkon polici, 10 metra e gatë, e hek kalashin e lën aty, e hek pancirin, e hek të kestit, pse mos me shku na? Ata janë shembull për neve. Na duhet të ndjekim hapat e tyne. Unë shkoj në këto qendra çdo tretën ditë. Dhe po ju betohem, Amisja masazherja ime është më tepër se sa një filozofe. Absolutisht. Është e shkallët nga goja sikur që është e shkallët nga duart. Një ditë për dite po i bëj pyetje, thash, Amisja, çfarë po lexon këtyre dite? Mu përgjigj. Tha, Jungun. Çka ke qellu? Një kime flokun. Pra, Amisja po lexonte Jungun. Jungu, kokmushk, është psikolog. Pra, përderisa ajo analizonte atë, domethënë sipas saj, po mbushej me informata për t'i dalë ballë, domethënë njerëzve që vinë për ta vizituar qendrën e masazhit. Tash pse? Tha sepse ka njerëz ta me halle të ndryshme, ka njerëz me probleme të ndryshme, tha ka njerëz probleme bashkëshortore, të tjera, tha, dhe unë duhet t'i trajtoj. Ata flasin, unë i dëgjoj.
Më fala, është kjo Amisja rrugës për Gilan. Jo, kjo është motra e saj. Amisja e ka dyqanin në Dragodan, po edhe kjo është e mirë, kjo që e përmende, mirë po është pak e vrasht nga duar, po megjithatë nëse ke ndonjë ankesë, ajo të mirë kupton. Jo, se unë shkoj te motra kësaj se edhe ma lirë, adin ma mirë që Po ti ke edhe afër atë. Po, plus kur po hin njëri aty, po ka mundësi aty me zgjedhës aty, po të renisën, ti pasi me një veç për fshin hunë, për hek jakën, po dalin anë për zgjedhë cilin po dënë. Unë me ndesh më burë, po unë me bereqet është. Unë kam hlumtuar në qendrën e regjistrimit të këtyne bizneseve dhe kam kërkuar fakte nëse këto vajza janë të pajisura me diploma. Nga 879 vajza, vetëm 12 prej tyre kanë diploma. Po çka ka duhen ty diplomat? Çka duhen diplomat aty në ato, duhet i kanë, ato mjeke nuk janë. Ti shkon për masazh dhe del, çaq. Qa? Të dashtën, në Evropë ka kësi qendra tilla, po ka edhe ma shqeqare. Qysh i njohim të na të peshkirat, i dini shumë mirë jo. Po, unë po menoj që Kosovës nuk i duhen këto qendra, dhe kisha apelu që mi mbyll me njëherë. Tjetër është një shtet zhvillum në Zvicër, i kanë ato qendrat e veta, cilat edhe i kontrollon shteti. Neve nuk na duhen, na jemi si një fis, vllazër. Funksionojmë si një fis, fare e fis. Prandaj, unë i kuptojnë ato qendrat e mdoja në për Zvicër e Gjermani, ku i kanë edhe aty në nuk ju pengon, sepse janë popull i ftoft, e kanë ekonominë zhvillum, edhe dikujt i pengon, dikujt si pengon. Prandaj, na kemi problemin tjetër. Qendrat tilla masazhe, na pishojmë gjithka. Afër qerdhës, afër furrës bukës, po i betona që momentin që komi po... Leve se afër furrës bukës. Me qenë afër furrës bukës, ti blet bukën. Po dhe ndonë me mure o bukës. Jo, po dhe nuk është, se po t'ishte... Jo, që ashtu është, po i betona, momentin që i shoh që insistojnë nëse dojnë me hapë në lagjen tem, gjak kanë më bo me mu. Te e keni po mëre, dalin, anë i kërpishon në Facebook, po dalin me oferta. Ju pret Amisja me duart e arta për vetëm 20 euro. Duart bre të thofshin, që era gjist prisht vjen. Mos bëni bra i gore. Na duhet mja qelë sytë shtetit. Për në me duhet mja qelë sytë. Duhet mu anku edhe duhet me apelu mu mledh komplet logjet. E ma hallat, mrena 24 orëve, shteti kome t'i mbyllë. Po, na nuk e bojmë ato sepse viqaf se ju konvenon kjo punë. Pra, ju jeni mendimit që në këto qendra ka shërbime tjera? Që shërbime tjera. Po në këto qendra, veç masazh nuk ka, komplet tjetër ka. Apo këpëtën qysh? O zotni, ka dalë, se nuk është ashtu qysh po thuti. E qysh be është? Qysh është? Shkon të aty, e hek jaknën, deshësh, shokët e poshtë, e qëtë peshkirin, ja hek krejta e gjurat mot, edhe hin aty, në gjeshësh, unë me da mezë nuk shkoj aty, në gjeshë, na edhe dalë, qaq. Duart e Amisjas ka një mëndafsh që nuk e gjenë as në fushat e kopshtit Babilonisin ndëruar. Absolutisht. Ato duar janë aq poetike, aq delikate, sa që nga njerë i them, Amisja, po punon me duar, apo po më prek me ndonjë trandafil. Pra, këtu lind poezia i ndëruar. Po e di. Dhe njerëzit, si kur ti, nëse nënçmojnë një vend të tillë, unë mendoj që ose janë budalla, ose janë të mirë. Amisja të dua, këtë ta thot gjagji ty. Një pyetje për të treve. Kur shkoni aty, a ju dhem kur ju ngjeshën avaj? As pak. A i kanë ato pajisjet që i kanë edhe fizioterapeut, ato me rryme? Jo, ata kanë pajisje tjera, po kanë edhe vajrat ndryshme dhe çështën. Qysh për shama, e që një fotografimin e rengenit që për të dhem shpina ose qafa ose... Po nuk kam nevoj se s'po më dhem as shpina, as qafa ose... Për çka për shkoni aty? Po shkojna o zotni pak mo me ndru vajin e motorit, filterat e vajit, e kësi gjana. Dëgjëm, aty për shembull, kur shkon është një dhome kushe me një muzik të letë, e ki parasysh, një farë qëtësie shpirtnore, një peshkirë rrëth qafës, po aty fillon knatësia. Qaq? Që një përkufizim për të treve për bëj. Ju betona, pasha shpitin asoj nane që ju në kuhën kur u dosh me pos naj feme, naj dashnore, diçka s'kini pos kur, tash jeni të dosh ka pleçnia pak një qitë funin. Ose që ty një pyetje personale. Në shkollë të mesme kur e konë, nëse e konë, a ke pos femen, atë ka këshy naj qik në hera.
Qashtu është, nuk kom pas femën kur. E vërtet, ko ka E vërtet është shumë, nuk mirë. kom pas femën në shkollë të mesme zotni, se unë në shkollë të mesme kom shit baston, se u dasht. Edhe nuk im kon tip që më afruar femën. Një kushërinë e kena pas, kushërinë të lartë, këtë kështë shumë me nëzonë që ata, po s'bëj se kushërinë. Do me thonë, sakt për di, kësi njerëz, zonja Zotrin, i vizitojnë këto qendrat masazhet. Zotri Gashi, a keni ndërmarrë ju diçka në këtë drejtim? A keni njoftuar organet kompetente? Po, që më njerë përgjishna, po ne jemi një shoqëni që jemi të një kërëm shoqëni, që jemi të hangën e lesë, do me thonë shtetin, na jemi komplet shteti korruptum, komplet populli korruptum, që për të jap një shembull shumë thjesht, personalisht me ty, kur u bë ky emision, pronari më ka thënë në intervistë, ti ke qenë kundër, a është e vërtet? Po, Po. E di që ke qenë kundër, ma ndaj unë ta gjeta një lidhje ty me marë lejen e kirrit për 300 euro, nëse ti atë leje e ki në gjep, pa alos dhe me vëzit. Këta jemi na, jemi shoqëni e korruptum. E dini pse? Sepse funksionojmë si një fest i cili nuk i ka rregullat e shkrume. Shumë thjesht, çka do që dën ti me denoncu në polici, ose një krim, ose një diçka, quhet tjetri shumë shpejt, janë gjenë dostin ose dikon prokurorit që nuk ja kthen fjalën edhe ti kot jep zër sa dush të bëhet denoncim ose diçka, ai ta kryen punën edhe e kryen dënimin. Këta jemi na. Do kras që është akademia. Unë kisha pas qef që këso qendra me pas në çdo vend, në çdo megjë. Sepse njerëzit, kur dalin prej këtyne qendrave, dalin me ftyrë të gëzume. Edhe kjo farpune nuk ka të pagume, t'ju thëmë drejtë. Mu që ka Amisja ma pa të zbulu, që e kam njënën në kam pak ma të shkurt. Që dhe? Amisja të dua përjetësisht. Ju vajza masazherka që thot populli, na keni ndriqu nurin. Na keni kthy buzëqeshën fytyrat tona për 20 euro. Personalisht, po t'isha shteti, do i punësoja për brenda ministrisë, më konkretisht do i hapja një zyre për brenda ministrisë, që këto t'i trajtojnë të gjitha ata persona meshkuj, padyshim, që punojnë në ministri apo në institucionin përkatës, në mënyrë që ata të mos i ndalen punës për hir të Kosovës, përderisa do trajtoheshin nga duart e veçanta të vajzave tona, të cilat do e ledhatonin belin e tyre, kofshët, po pse jo edhe goglat. Bravo, mire Respekt. përmbledhe. S'kam që me shtu në fund, veç mëj me thonë që na si shoqëni komplet kemi lujt, kemi livrit. Po, veç mos kundërshtoni, na nuk kemi ambicje për kur gjë, na as nuk e dojmë shtetin, na as nuk kemi zot, as nuk kemi nan, as bob. Bile, po i thëmë, po që ditë na, qysh po na manë kjo tokë? shikues të nderuar, kaq kishim për sonte, natën e mirë. Amisja, të duam. Ka dal, për tjerë, mëse kena punë hala o diçka. Çka, bosh punë pa? Ja, nuk i shkon bosh punë pa heq, as Pezhuja ka dal. Shikues të nderuar, në Farnaim Brezhda, një mjeshtër i Pezhos, mjeshtër mut, dekt sonte, qa i shkon të marrë në qafë. Ja kom qu Pezhon tem që s'kom dit pi fmive të mi me da, ja kom lonë ndurë. A mi kishit ullet keqe Citroenit, a zotit din qka. A mi kishit filterat presht. A ma kish marrë Pezhon tem e kish shku në dasëm të një bazenakot vetë të bosh lojfa me to. Qa s'kish bo në Pezhu. Shikus të nderuar apel. Pezhon në servis të Pezhos. Ku të shini autoservis ose servis Brezhda me mut gjune. Faleminderit. Faleminderit shumë se edhe unë e kam këtu një që merë këto evka krem, mek edhe të. Shumë dira ishtë, na? Po ja qile. E pa të qeli me një herë. Që dhe më karom shësiri. Po. A e qile? Po. Ta vërni në djemë. Ai che fa, shoce